Porositë e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për Imam Aliun, paqja qoftë mbi të. 16. O Ali, bamirësi ka 4 cilësi. E brendshmja e tij është më e mirë se e jashtmja e tij. I bën mirë atij që i bën keq, jep në fshehtësi dhe mbulon të këqijat e njerëzve. Nëse dikush e lavdëron në sy, thuaj, falenderoj Allahun që më bëri prej atyre që më mendojnë të mirë. O Zot, më fal mua atë që nuk e din dhe mos më qorto për atë që thonë për mua. 17. O Ali, të dashurit e Allahut të madhëruar, e fitojnë mëshirën e gjerë të Allahut dhe faljen e tij, vetëm me adhurimin e shumt, me asketizmin, me shpirt mirësin, me nënvlerësimin e dynjas dhe me braktisjen e saj. O Ali, në portën e xhenetit është shkruar: Unë jam i ndaluar për çdo koprac, mburracak dhe për atë që sillet keq me prindrit e tij. 19. O Ali, kur Allahu i madhëruar e krijoi xhenetin, xheneti i tha: O Zoti im, për kë më ke krijuar? Të krijova për çdo bujar të devotshëm. Jam i kënaqur për këtë. O Zoti im, kush e kundërshton egon e vet? Unë, xheneti, do të jem vendbanimi i tij, dhe kush i bindet egos së vet, zjarri do të jetë vendbanimi i tij. 20. O Ali, kur Allahu e krijoi zjarrin, zjarri i tha: O Zoti im, për kë më ke krijuar? Të krijova ty për çdo koprac, mendje madh. E pranoj krijimin.